Në këtë ajet, ajeti 55, shënoj edhe, ajeti 55 i surës Jusuf, ka ndonë disa dietarëve se ky ajet i alejon muslimanit që të punon tek njeriu i prisht apo sultani jo musliman. O një njeri sikur të na dhe sot nuk ka pushtet musliman. Osmanlit kanë ra, Abbasit, Maharët, Umawit, mos flasim për Ebu Bekër dhe Omer dhe Uthman dhe Ali. Tani vetë çka më bëna, më si situata, shpesh vetë këtu e shohmi disa njerëz ja shtrëngojnë rrypin, fitin njeriu, se lajn frymë me mor. Dhe do të tjerë e hapin, e bojnë xhenet dunjën. Asnjëna as tjetra vëzë nuk ka sakt. S'mund është i njerëz më apo kështu. Ç'të bëj edhe ai? Ç'të bëj? Hajt ka. Japeni zgjidhje. Zban ajo, zban kjo, zban ajo, zban kjo, zban ajo. Po birë hajt kallzom ç'të bëj? Hajde kallzom ç'të bëj? E po se di valla. E çka mund si edhe se di. Çka mund si Islami mos me dhon zgjidhje. Mu bllokua. Dhe nuk është zgjidhje edhe po ke, a mos. A unë boj rakip, ha mos tani Yusufi alayhis salam. Unë në shtëpi në kazino punoj. Nuk mund të jollet se haram i madh, haram i qartë. Ama puna halal, shefi jo musliman, e këtu çka cilat e kemi zot. Dhe kjo është ndodh shumë. Sa musliman për shembull te na punojnë, shefin se ka musliman, ama punën e ka halal. Punën zot e ka bë halal. Ç'a më bë ky? Apo shikoj zot, thot Imam Kurtubiu, kjo argumenton që muslimani në hijen e pushtetit jo musliman lejohet që të merr, të ngarkohet me vepra të punës bi shart. Shikoj se kjo bi shart. Shikoj shumë rëndësishme, me shart. Mos ta harrojnë shartin e vëzhgë. Këtë jetë o shart. Këtë jetë o kusht. Me kushte. Si ti plotësoj kushtet në rregull. Si plotëson kushtet? S'ka mundsi. Gjithçka me shart. Thot me shart. Cili është sharti? Që ta din se veprën që e merr me bë nuk i përzihet ai që ka ngarkuar. Për shembull, ti zazojna punon në supermarket. Apo, që një ndodh plotëve. O gjatë thot kanë ardh, thot baje rakien. S'lejo. Shumica e marketit këtë halal. Shumicat e marketit janë këtë halal. Tash ai thot, merr rakien çtu çtu, nuk lejohet. Val. Dush më anu shart. Unë e këti baj, buk, ujë, domon launje, kret. Ama merr nuk muj më mor. Feja ime. Allahu xhela ka. Unë s'kam kur gjë me ti. Muslimanët do me komunikue. Unë ç'ta s'muj me e bëj. Merr çtu në shkrumat çket aktin me kamat. S'unë në shkruaj Allah. S'unë e ka ndalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Unë prapë baj punën tjetër. Apo, andaj dhe zot, por nuk duhet njeriu me ngarkuar, me thon, valla, për shembull, dhe zot, ta zona kështu. Njeriu për shembull ka mundsi shumë punë me mor. Shumë punë me mor. Për shembull, edhe kemi në raste punojnë mjek apo mjeke, motra, eksumerat. Mirë, medicina si shumë bazë, dhe zot, halal. Mirë, me thon ti njëri drejtori, që thot, japja çtin anestezi se duhet me flet kënja 2 javë. Ama me të keq. Me mirë njëri. Apo Allah thumë shefi, s'ka shefi këtu, se baj. Apo për shembull ti shefit ka caktuar për shembull ta zona që është provë e madhe, shpesh na vin pyetje, që un punon në spital. Punon në spital. Është motor medicinale. Këtë rregull, nimon njerëz këtu me radhë. Thot abortojmë. Kjo problem është. Aborti ka kushtet e veta. Dietar ka nuk kushte. Nëse është për shembull para se më ofri shpirti, me kushte. Që mos tjetë ajo për shembull për pikë qefi. Ta maje vijen. Jo. Po shkajte, ti të umit njeri, Allah. Ti të umit njeri. Ti bësh katil. Ti te Allahu ka me vetë Allahu. Pse e mite që këtë njeri? A ti pse se shanën thikën e pse ti gërshant jam nën aty. Atëherë duhet me pas parasysh për shembull. Kjo është provë. Ka una për shembull plot pyetje. Do të thonë unë punoj në spital. Bombia te abort në vendimi. Banë abortin. S'lejohet me bë. Çfarë do të më bë? Ik diçka. Ban diçka, duhet me bëj zgjidhje. Andaj, shiko, nuk themi largoju nga vendi i punës, po nuk themi ban ti çka të mundesh aty tash. Nuk mundet me bëj këtu, pse? Sepse e shkel vin Allahu xhelalu ala. E shkel vin Allahu subhanahu wa taala. Andaj do të Imam Kurtubi, bi shart, nëse ka shart, nëse çta manë men, me shart. Si të punosh me shart në rregull jemi. Nëse mundesh më marr vesh me ta. Për shembull, shpesh herë na vin, kjo është mesazh për këtë ata çka për një herë me plot pyetje vëzër. Punojnë në Europë. Po në përëndim, në rregull. Do të gjo, s'muj me falë gjumarën. Nuk mundët, Allah. Nuk mundët. Qka të kushton ti mi thonë shefit tanë? Unë e baj punën. Ta zavendësoj që atë orën shka e marë për gjumarës, ta zavendësoj. Ma jep një orë, në ora 1, nëse e ki derin 4, punoj derin 5. Apo, ma plëtsot i kun tjetër. Ama, në emër të
unë këtu, shumë shpesh na thonë, po nuk ka këtu si te ju. Po feja vëzëra për këtë njësoj. Feja për këtë njësoj. Apo, anë vëzër, me shart lejohet që njeriu të punon në vepra halale, në punë halale, edhe nëse shefi nuk e ka musliman, edhe nëse sultani për mita nuk ka musliman. Po çfarë arsye vëzër? Se puna çka e bën ky, ki mirë llogari për këta. Ama jo mu zgjeru, as me litari me nutë fyti, po as mës me liruar deri në pafundsi, sikur që e shohim plot me njerëzve.